بتلقاك البدور ضيف الأماني والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahu në falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë. Kon Allahu subhanahu wa ta'ala udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humbur sa të cilën e lën të humbur. Nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Në një radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa ta'ala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që edhe këtë ditë të cilën e kemi agjeruar Allah subhanahu wa ta'ala agjerimit, na e këtë pranu gjunat, na e këtë falë, na e këtë liru për zjarmi i xhenemit, neve, prindërit tonë dhe gjithë muslimanët. Tema që do të kalojmë së bashku, do të kalojmë këto minuta së bashku, është dashuria për Allahun madhështohet, rritet në Ramazan. Do të thotë Ramazani na mëson se si të na shtohet neve dashuria për balë Allahu te bareke wa ta'ala. Zbatimi i urdhave të Allahu te bareke wa ta'ala për agjerimin e muajit të Ramazanit e shton dashurin për Allahun në zemrat e agjeruesve. S'ka shybe se shtohet dashuria në zemrën e agjeruesit kur ai i çon urnat e Zotit në vend. Do të thotë një pishkaqeve që na bën me ushtu dashuria ndaj Allahut te bareke wa taala në Ramazan dhe jashtë Ramazanit është imtithalul awamir, me i çun vend urdhnat e Allahut te bareke wa taala. Çdo rob që i çon urdhnat e Zotit në vend, po shybe, po dyshim se kam i ushtu dashuria ndaj Allahut te bareke wa taala. Pastaj për dashurin ndaj Allah subhanahu wa ta'ala janë 10 alamete që unë i kom rëndit, 10 shenja që tregojnë se ai cili i bën këto 10 gjëra, i bën këto 10 punë, e arrin dashurinë e Allahut te bareke wa taala. Nëse dëshiron që Allahu te bareke wa taala me dash ty, kjo shumë është e madhe për besimtarin. Me dash Allahu edhe me arrit dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, çdo besimtar e ka dert në jetën e kësaj bote me arrit këtë epitet. Që ky epiteti më i madh në dunjë është, nuk ka epitet më të madh në dunjë se me dash Allahu te bareke wa taala. Se kur Allahu kur e don robën e tij, kur e don Allahu te bareke wa taala robën e tij, atë robi, ky rob jeton me krenari, jeton me dinitet. Se na jetojmë një kohë kur njerëz kanë gojle dhe derte të lloj-llojshme që me fitu dashurinë e X personit, me fitu dashurinë e filan vendit, me fitu dashurinë e filan personalitetit e ku ta diune, edhe njerëz sakrifikojnë për këto, jepin gjithçka për me arrit këto. Ndërsa besimtari vërtet jetën e kësaj bote ka veç një dert, veç një gojle. Gojlja e besimtarit, derti i besimtarit është qysh me arrit dashurinë e Allahut te bareke wa taala. Pe gjërave që apo pishenjave se neve na don Allahu subhanahu wa taala, edhe Allahu e don robin, është kur robi e don fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Ai cili e don fjalën e Allahut, që është Kur'ani,
Ai që e don Kur'anin, edhe Allahu atë e don. Për atë, shiqo që ka thot Sufjan ibn Ujejne për këtë çështje. Ky buri madh, ky alim i madh. قال سفيان بن عيينة رحمه الله فمن أحب القرآن فقد أحب الله. Thot Sufjan ibn Ujejne, ai i cili e don Kur'anin, atë e ka dosht Allahu. E ka dosht Allahu dhe e don Allahun. Pastaj për shenjave tjera me e dosht pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe këtu na ka kallëzu Allahu te baraka wa taala një ajet për ajeteve që na ka tregu se dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është dashuria edhe ndaj kuj? Ndaj Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu te baraka wa taala: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum." Thot Allahu, thuaj Muhammed, thuaj muslimanëve, thuaj njerëzve, krejt përgjithësi, thuaj ju atyre, nëse ju e doni Allahun, ndjekni mu, pasoni mu, se nëse më pasoni mu, atër kam ju dashur ju Allahu. A përshë që ka ndërlidh Allahu dashurin e ti me ndjekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që ata sunneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjëja më e shtrejtë në dynjë, dashurit e mi. Unë e di edhe jam i vetëdijshëm që jetojmë një kohë ku njerëzit i japin përparësi fjalëve të njerëzve. Ka thonë filoni, ka thonë fisteki, ka thonë ai, ka thonë kë. Kur vjen fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë filoni, ka thonë fisteki, ato duhet me i largu me një herë, s'kan vend. Fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është për mbi çdo fjalë. Për mbi çdo fjalë është fjala pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për mbi fjalë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është fjala Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur thot ka thon pejgamberi alayhis salam, apo nëse vjen dikush të thot se ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo është kështu, mos gabati me thon jo kom diu në ka thon filoni, e ka thon fisteki. Që çai ka ndodhur Ibn Abbasit radiallahu anhu. Kjo subhanallahu, kjo është fenomen që kur përderisa ka ndodhur, ju ka ndodhur sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çfarë thonë që s'na ndodh neve. Ibn Abbasi ka lisë me ju spjegu shokëve të zet diçka prej fesë, ty spjegu një prej të pranishëve ka thonë po e po Bekri ka thonë kështu, ai tjetri ka thonë Omeri ka thonë kështu. Ibn Abbasi ka thonë unë e pidhëm ka thonë Allahu dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, ju po thuni ka thonë Ebu Bekri edhe Omeri. Ka thonë vallahi po tu na shqip kanë me nara kërsha prej, ka me nara kërsha prej qiellit. A me pas mundësin me qu Ibn Abbasil, na e me folën Omar Ibn Abbas, po sot luhet për me fjallën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ma përparsi jepet fjallës filanit e fistekit se fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ki po sa e çuditshme është, sa e çuditshme është, subhanallahu el-adhim. Ti vjen i thush për një punë caktuar, ai pyet, thot hoqë që të me bojë, thush, se ka bo pejgamberi alayhis salam? Po ai, ose ka bo pejgamberi, o zotni, se ka bo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo do me dalë ti ma pejgamber se pejgamberi, a qka puna jote kështu? Kur ai se ka bo një punë, qështë ti do me bo atë punë? A di qka është edhe me erronë se kjo? A e din? Me i dyturu njerëz, apëton. Me i dyturu njerëz me punu me diçka që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ka bo. Edhe me bo fe, për që ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për atë në ditën e kiametit, në atë ditë vështirë, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ta pret ummetin e tij të haudi, të kroni i tij, kanë me ardhur disa njerëz me pi prej dorës ti, edhe ai ka me dal me i prit për ummetit, po kanë me dal me lajket me i pengu. Dalin me lajket edhe se lojnë, nuk i lojnë atë një grup të njerëz mu afru të pejgamberi alayhis salam.
Pejgamberi sa ose thot, po këta jonë të metit temëre, të miti jonë. Me lajket i thonë, o Muhammed, ti nuk e din që pas vdekjes tonde, këta e kanë ndryshu, e kanë shtramnu mesazhin tënd hynor. Atër pejgamberi sa ose thot, suhkan limen beddele vë gajjar, larg prej me ai që kanë ndryshu. Është rreziku i dashur jam. Me bozët e na rrit me të thonë pejgamberi sallallahu alaihi suhkan ditën e kiametit, kuku për ty. Kuku për ty me bo me ndi këtë fjalë për Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. A kjo ka me ndodhë, wallahi, po e lusë Zotin mos me qenë na për tëne. Për atë, edhe njëre, dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasimi dhe dërgimi i salavateve ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dërgimi i salavateve të shumta ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe me marr për yrnek pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është shkak më të shtu dashuria e Allahut subhanahu wa taala. Edhe njerë për i përsëris ajetin që e ndërlidh dashurinë e Allahut me dashurinë ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pasimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Thuaj Muhammed, nëse e doni Allahun, ndjekemni mu, yuhibbukum Allah, kam i dash Allah. Na kena hak për balë Resulullahit alayhi salatu wassalam shumë dashurit e mi. Wallahi kena hak shumë për balë tiburi. Pasha Allahun, mos mu pabo sebeb Resulullahi pas Allah subhanahu wa ta'ala, na s'kishim dit mu fal, as Allahun s'kishim dit me adhuru. Haki jonë për balë ti o haki madh. E për dërgimi salavat, për mendja e emnit ti të shpesht, është shej se ti e dënë Resulullahin sallallahu alaihi wasallam. Salavatet dashurit e mi kanë shumë beneficione, du me përmenja ti paramendoj që tash. Paramendoj dashur jam nesër kur hinë gjennet, pezojmë hynë në gjennet që tash. Eshe Ebu Bekrin në gjennet, eshe Omerin, ishe sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për një moment thonë qynë qatje është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qatje thotë pejgamberi alaihi salatu wassalam, edhe ti ku shkon të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse e kompi atyne që ke qu salavate shumë, ama ta kjo nese, okay. Kjo këtë lidhet nese. Nëse e kompi atyne që ke qu salavate shumë për ta, ajtë thot, o filan i biri filonit mirë se erdhe. A kishe mu shtangë? Po, se ti nuk ke tu me pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Qysh ka tash dikush thot mirë hoq, e qysh po s'ka me na dit emnat neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Po i dashur jam se ka on hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wassalam thot, se cili pe juve që dërgon salavat për mu, Allahu thot ma kthen shpirtin mu, thot edhe mbjen selami i juj. Melajke, koni melajket ju e dini kanë punë të lloj-llojshme, një pi melajkeve që e ka që e bardh selamin, ja bardh selamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka bo selam, a di sikur njëtën e përdeshme dy shok, ta qonë selamin, ka bo selam filoni, ka bo selam sisteku. Kështu i shkojnë salamet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Para dashurit e mi duhet me shpeshtu shumë fjalën Allahumma salli ala Muhammed. Edhe duhet me thonë pe loqke zemrë sa të mundesh. Pasha Allahun, ai men lezime, ai që vazhdan non stop me dërgu salavat mi pejgamberin alayhi salatu wassalam, wallahi kanë mi u largu brengat, wallahi kanë mi u largu telashet, wallahi kanë mi u fal gjunahet. Kretë që to i përmbledh dhe të thot salavatin mbi pejgamberin alayhi salatu wassalam. E tash se cili du të me pyet veten, me thonë qeth, një analizë të letë, të sinqert, e Zotin Habof të sinqert pasporti me veten edhe me tjerët. Na edhe pak qaste po presim, edhe parafërsisht thosht edhe 7-8 minuta, 10 minuta, edhe 9 minuta është jacia. Dej që tash, për Allah, mos më jep përgjigje mu, s'më intereson se s'është ajo edhe s'më bën fajde unë me dit i the s'the.
Po qështu duhet muslimoni me llogarit veten, derin që dakik sa herë brenda ditës kanë kalu dita kur ka fillu. Ka fillu dita me lindjen e diellit, sa lind 50, 30 hop sa lindat e 37, 38, 40 sa ka. A ka fillu dita që aty po? Pre aty ka fillu dita, deri tash kanë kalu ma shumë se 14 orë. Gati, parafërsisht. Sa herë be ki thonë Allahumma salli ala Muhammed. Ti që po thush jam sunnetli, ti që po thush unë jam pasuesi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti që po thush unë e du pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa herë në ditë ki thonë sot Allahumma salli ala Muhammed? Sa ki thonë? Qëre, zor është me marrë vesh njeri që është smut, zor është. Po gjysa e punës kryhet kër e marrë vesh që është smut. Se gjysa tjetër mbet me shku të doktori dhe me lyp prej Allahut shërimin. Te doktori me marrë stevepet e prej Allahut me lyp shërimin. Allah i dashëm, nuk është pretendim dashuria ndaj pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dashuria ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ndjekja e sunnetit tij nuk është pretendim me gjuhë, se me gjuhë shumë janë sunnetli. Unë vesh një paralelet thjesht e tërheka. Pa hin muhabetet, a e ki fal namazin e duhas, a e ki fal sunnetet, s'po du me hi andese me bo me nisa, kjo është shkon të e trash, ma shumë. Ama për çfar pasimi e të në folti mu, kur salavat nuk dërgan, duhan se fal, sunnetet si fal, duk jenë, qanë kjo është edhe kjo është, a doke shusho doke pejgamberi s.a.s. A veshe shusho vesh pejgamberi s.a.s. A flet shush ka fol pejgamberi s.a.s. A rinë shush ka ndajt pejgamberi s.a.s. Shumë që të kjo është sunneti. Nuk është sunneti në dy tri punë me i kap edhe me i bohë gjëm njerëzve me gjuhë. Me gjuhë sunnet li, gjuhën e sunnetit e punë të Ebu Gjehlit. Nuk shkon kjo punë kështu. Unë e kom përmend njëherë dhe petë e përmendi, ka pas gjyshet tona, gjyshrit tonë, vëllaj billahi, këto puni kanë ndajt gati. Punën e salavatit, me që salavat bi pejgamberi s.a.s. kanë që shumë pasha Allahun që është një uvëtan. Një betona në zëtë kanë që salavat shumë kanë që bi Habibin. Na, ishala e na pitën e Arabi. Pse po folim këto po ndalën këtë pikë, sepse Allah i dashëm është gjëna, është mjerem një njeri me jetu 24 orë gjatë ditës, e mbrenda 24 orëve mos me pas hise salavatin bi pejgamberin alayhi salatu wassalam. Nësa e gjuhën dashurit i mi, sa i pejgamberi s.a.s. edhe një sunnet po dhe me ja umësu që kur përmendet emri ti, kur thot Muhammedi a.s. me thonë Allahumma salli ala Muhammed, kur ka hyp mimber, tu në gjitë mimber ka thonë amin, 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 ka thonë sahabet ja Rasulallah, pse tha amin? Tham Gjibraili më tha, i humbur qoft, i poshtrum qoft, ai i cili endegjon emnin tënd, edhe nuk qënë salavat mbi ty. Thoni njerë Allahumma salli ala Muhammed, se të veti me loqë zemrës. Ai që qënë salavat bi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dashurit e mi ka me mbri shefatin e Muhammedit alaihi salatu wasallam. A di që tash me po me marrë një ders, jo një po, 10 derse du të me imbajt, qash shumë ka hadithe që janë përmend për vlerën e salavatit. Mjafton be oj dashur jam, vallahi mos me pas asë një hadith tjetër. A është hadithi që e përmenda, hadithi vërtet, që Allahu ja kthen shpirtin Rasulullahit alayhi salatu wassalam, ja kthen shpirtin hakikat, nuk ka kjo se në mundu disa kanë deviju, jo, nuk ka kjo s'ka të bëj do thot realitet, hakikat. Shpirti i kthehet pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa herë dikush i çon salavat ati, i kthehet edhe ja kthen selamin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Që kjo është me dasht hak Rasulullahin alayhi salatu wassalam. Që mos me dasht këtë njeri, Allah i dashum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka më uqel dyrët e gjennetit, pa u afruaj të dyrët e gjennetit.
Po hi ai në xhennet, s'mundet kërkosh me hi në xhennet. Po ardhaj me trokit derën e xhennetit, kërkosh me hi, nuk mundet me hi në xhennet. Ma dhalik, edhe pas kësaj shkon me u hap xhennetlive dyrt. Ja u hap dyrt xhennetlive, Zoti na bëf për ty ya Rabbel Alamin. Hin thot krejtë në xhennet. Kur hin krejtë në xhennet ai nuk shkon murahatu me shku me gjetë, se çka xhenneti. Xhenneti është asyni s'ka pa, ça veshi s'ka dëgju, ça mendja njerit s'mundet me imagjinu. Nuk shkon me vrapu pas kënaqësive, po e ka gojlen të ummeti vet. E ka gojlen të ti edhe të une. E ka gojlen të ti edhe të une dhe kthehet shpejt, se e shë që ka prej ummetit ti hala nuk jën hinë gjennet, ka prej ummetit ti se jën hinë gjehnem, jën të denu në gjehnem. Thot shkaj të arshi Allahu subhanahu wa ta'ala, fa akhirru sajida, bin sejde, e falendrej thot Allahun, e madhrej Allahun me falenderime dhe madhrime që asnjerë se këmbo ato. Thot më thuhet, ja Muhammed, irfa resek, o Muhammed, ngrit e kokën, sel, tha, lyp, komu të jep, kërka, tjepet. Thot, ummeti jem. Subhanallah, shqa këj Habib, këj Rasulullah, nuk ka me të haru ty, vallahi, billahi, kur ka me të haru edhe nona edhe baba. Vallahi, billahi, nona e baba, e vlau, e gruja, e fmija, e krejt kanë me të haru në ditën e kiametit. Rasulullahi nuk të haran. Nuk të haran Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Thot të Allahu bën sejdë, i thot ngrit e kokën, kërkosh ka kërkon, do të jepet, ndër me çfarë do të ndër me çfarë, thot ummeti jam. I thot Allahu, thot, po çka po kërkon thot për ummetit tënd? Çka po lyp? Thot po du me hi prej derës djath xhennetit 70.000 herë 70.000 po llogari. I jepet kjo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E shë pejgamberi s.a.s. sa apet konë gjehnem, apet shkon i bën sejde Allahu subhanahu wa ta'ala, e falenderan Allahun edhe madhran, i thuhet kërka do t'jepet. Thot qka dëno Muhammed? Thot ummet jem. Thot qka ndërmjet së kështu, thot 5 herresh të azi shkon Rasulullah s.a.s. ndërmjetësim, deri sa nuk del i fundit prej ummetit ti, prej besimtarve, njeri i fundit, që kjo i fundit që hyn gjennet, i fundit del njeri i fundit mo që kanë bet për ummetit ti, për besimtarve në gjehenem del. Edhe kur hin edhe kjo hadith është shumë i bukur, për kur i vjen rendi e përmendim, kur hin edhe kjo në gjennet, atër Allahu i thot, ja Muhammed hel radit, o Muhammed au kënache, thot po ja Rabbi. Kur është të fundit që ka hinë gjennet, thot po ja Rabbi. E disa ulema kër e ka përmen këtë hadith, ka thonë këto e vërteton vet surja wa duha, wa lesofe ju utike Rabbu ke fetërda. Thot ka me tjeb Zoti ty, atë shumë ka me tjep sa ka me të bo më koni knashëm. Ka thonë qka është a isaj së kon njeri që e ka lyp. Wallahi kur se ka lyp për veten, billahi kur se ka lyp për veten, wallahi ka jetu jetën dynjë e ka jetu. Wallahi mëj me thonë me plot goj fukaraja maj man dynjë kon Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi billahi nuk është ngi barki i këti kur së është ngop. Wallahi billahi barki i ti kur ngop së është, kur goja e ti se ka kërku millin e bardh, kur s'ka hongër mill bardh, kur bash që kanë bon shpin e ti hurmat edhe uji, ja ka pas veç hurma, ja ka pas veç uji. 4 muj ditë së zhdhez misht, nuk o zhdhez o gjakin shpin e ti. Me padosht, dynja, pasha Allahun pej lukve dukatit kish hongër. Atë shumë e kanë dosh sahabet e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi me dukat e këshin bo me hongër. Po nuk o kona e kësi. Aj këtë gajlen e ka pas kjo fe mi u arrit njerëzve, këtë gajlen e ka pas mi u arrit dini i Zotit njerëzve mu adhuru Allahu te bareke wa ta'ala. E qysh mës me dash na këtë bur? Wallahi pasha Allahu nuk ka nder më të madh që na është bo neve, që është bo nder për ne më të madh, se kur na ka bo për ummetit ti, e Allahu mës në largof për haudit ti, Allahu mës në largof të kur për sunnetit ti, Allahu në bof nasib me pa,
me po ftyrën e tij të bukur, me ndajt me ton xhennet, që shohar në hadith, ka në hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kanë mu ul ata të cilët se kanë pa Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, kanë mu ul në xhennet me ta, kanë me bo muhabet, kanë me i kallzu ja Rasulullah, dynja kem bo kështu, kem bo kështu, kem bo kështu. Wallahi billahi, kjo është shërefi më i madh. Qysh e ka thonë ai, qysh ka thonë një prej poetëve kur e ka përshkru nderin që do të thot me qenë ummeti Rasulit, ka thonë mimma zadani sharafen wa tiha, thot që më ka bo mu me qenë i ndershëm e krenar, sa që thot kom dasht me themrat e mija me i shkel yjet, kur jom hindër fjallën tënde o robrit e mi, edhe ma ke bo Ahmedin Nebi, Muhammedin pejgamber. Kjo shëref o të dashurit e mi, këtë shëref, këtë nder, kësë blehet me pare, këtë nder blehet me praktikim të sunnetit pejgamberi s.a.s. Zotin na bof pejtune, ja Rabbel Alemin, na bof me jetu me sunnet, na bof të me qartë sunnetit, na bof për atyne që e shpërdojmë sunnetin e pejgamberi s.a.s. E na martë Allah i shpirtin sunnet, ja Rabbel Alemin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi Rabbil Alemin. ضيف الأمان والسرور فيك العطاء